Çfarë ndodh nëse heq dorë nga duhanpirja? 24 orët e parë shikon një ndryshim, por jo të madh. Përveç, po them pjesën e mirë, pastaj do them pjesën e keqe. 24 orët e parë vërtet shikon një ndryshim, por nuk është një ndryshim thelbësor, por ti vëren vërtet një ndryshim. Pas 2-3 javësh është vërtet ajo që ti fillon të shikosh një ndryshim në mënyrën se si flas gjithmonë për pacientët që kanë arritur nivelin e vështirësisë frymarrje, shikon vërtet një lirim të rrugëve të frymarrjes. Sigurisht këto 2-3 javë nuk do të çbëjnë ato 20 vite, po them. Por sigurisht që ti e shikon dhe ndjehesh mbas 2-3 javësh, në rast se të gjithë thonë që mbas arrin atë nivelin e 3 javëve, nëse ke parë të mirën që nuk po fillon të marrësh frymëlirisht, sekrecionet kanë filluar jo të ikin, po të fillojnë të zvoglohen në nivele dhe në mënyrën se si e përjeton sidomos zgjimet. Fillon edhe të pëlqen ai momenti dhe thua ok, nuk do pi më cigare. Pastaj ndryshimet që ne shikojmë vërtet në nivelin mjekësor janë 1 deri në 3 vjet. Mbas 1 deri në 3 vjetësh ne shikojmë deri diku një nuk them asnjëherë që ne mund ta rikthejmë 100% aty ku ishim. Por shikojmë rikthime të vogla që janë signifikative në nivelin ton nga ana mjekësore. Nga ana psikologjike, 3 javët e para janë ekstremisht shumë të vështira për shkak të heqjes së një zakoni. Së pari, ne jemi njerëz të cilët jemi të lidhur me zakonet tona, jemi njerëz të cilët kemi nevojë për zakone për të jetuar, pra ne bëjmë një ditë të mbushur me zakone dhe aktivitete sistematike, dhe kjo gjë na bën ta pëlqejmë atë që bëjmë, të pëlqejmë punën, të pëlqejmë jetën, të pëlqejmë mënyrën se si konceptojmë zhvillimin ton individual, kështu që zakoni i pirjes cigares është pjesë e gjithë kësaj tërësie, pra ne e lidhim me ushqimin, me pirjen e një kafeje, me daljen në një vend, pra e lidhim me ato zakone tona dhe këto zakone tashmë për të çbërë janë shumë të vështira dhe për të çbërë jo vetëm që ndikojnë në mënyrën psikologjike se si ne përjetojmë zhvillimin personal ose evoluimin personal, por mbi të gjitha e lidhim me detajet vogla të cilët në ditën tonë e bëjnë të duket më ndryshe. Nga ana tjetër, mos harrojmë që përbërësi kryesor i cigareve është nikotina, dhe nikotina është një ingredient i cili ka varësi psikologjike, sepse është një përbërës aktiv. Dhe këto përbërës aktiv brenda organizmit ton ndikojnë në mënyrë se si ne i qasemi dhe i përjetojmë situata të ndryshme, ose se si kjo substancë brenda organizmit ton bën që ne të përjetojmë situata të ndryshme. Thënë kjo, është e vështirë që ne të largohemi nga një përbërës i cili është tërësisht aktiv dhe krijon brenda organizmit ton këtë lloj varësie. Shumë qendra të zhvilluara të duhanpirjes, të lënies së duhanit, imitojnë efekte të tilla nëpërmjet medikamenteve që kanë një lloj funksioni të tillë, sidomos për pacientë që kanë shumë vite që e pinë këtë gjë, për të mos shkëputur në mënyrë drastike dhe për të mos krijuar një blok ose një hapësirë psikoemocionale nga heqja dorë e kësaj substance. Kështu që ato fillojnë dhe imitojnë dhe e bëjnë në mënyrë më graduale. Ne jemi akoma në fazën e zhvillimit të qendrave të tilla, pra jemi akoma duke diskutuar në këto debate. Ka një strukturë mjekësh e cila thotë që lënia duhet të jetë definitive, pra nuk do të kalojë pacientin në disa shkallë që të zbresi avash avash, pra duhet të jetë drastike, sepse ne o e heqim dorë nga një përbërës i tillë o nuk heqim. Ka mjekë të tjerë, ka një grup tjetër mjekësh që thotë që dëmtimi psikologjik që njeriu pëson në momentin që heq dorë në mënyrë imediate nga diçka mund të shkaktojë dhe dëme më të thella brenda nesh. Kështu që edhe mjekët janë të ndarë në dy ekipe, ne akoma nuk jemi në atë fazë të diskutimit të kësaj, por në botë bëhen shumë diskutime që kjo substancë të hiqet në mënyrë graduale, pra me substanca të tjera të zëvendësueshme që heqja dorë kësaj mos jetë traumatike, apo të hiqet direkt në mënyrë thelbësore. Por sigurisht nuk duhet të harrojmë që në botë ka qendra shumë të zhvilluara, pra pacientët kalojnë në një udhëtim në ditë të caktuara, ku ato marrin, diskutojnë dhe bisedojnë për këtë substancë e cila ka krijuar një varësi brenda tyre. Duke thënë këtë, dua të them që është shumë e rëndësishme të diskutohet, të flitet, të edukohet dhe të vlerësohet eforti i dikujt
që bën një përpjekje për të lënë cigaren. Kjo është sigurisht në të mirën personale, por është në të mirën e përgjithshme. Pra jo vetëm t'ju kërkohet që linë duhanin, por edhe të ketë mënyra se si Eksaktësisht. Mos harrojmë që ne jemi persona të cilët nuk pinë cigare, por jetojnë ose bashkërendojnë aktivitetet e ditës me dikë që pinë cigare, janë gjithashtu të dëmtuar, sepse duhanpirja pasive. Si ndikon duhanpirja pasive? Është një dëmtim shumë i madh i rrugëve të frymëmarrjes, është një dëmtim jo i njëjtë me atë që është duke thithur cigaren, por është një dëmtim mbi 60% e vlerësuar nga statistikat, dëmtim për personat të cilët jetojnë ose bashkërendojnë ditën e tyre me dikë i cili pi në ambiente të brendshme cigare. Kështu që vërtet lënia e cigares për individin është e rëndësishme, sepse të mirat janë, benefitet janë personale, por jo vetëm. Sepse në momentin që ne bashkërendojmë ditën me dikë që pi cigare në të njëjtët ambient ku ne jetojmë, ku marrim frymë, ku kalojmë ditën tonë, ku bëjmë punën tona, arrijmë që të kemi dëmtime thelbësore në rrugët tona të frymëmarrjes dhe në mushkërinë tonë që na sjellin dëme shumë të mëdha. Dhe këto dëme janë dëme që ka nevojë të vlerësohen. Kështu që ky edukim dhe ky diskutim që duhet bërë në nivelin e një personi që lë cigaren, është një diskutim më i gjerë, është një diskutim social, është një diskutim personal, patjetër, por është mbi të gjitha një diskutim i cili bëhet me njeriu si njeri të tërë. Pra, ti nuk mund të flasësh vetëm me mushkërinë e njeriu duke i thënë që lërë cigaren, sepse ai është shumë kompleks. Është shumë kompleks në nivelin mendor, pra shumë kompleks në mënyrën se si e mendon pirjen e cigaret dhe zakonet që ne folëm, por shumë kompleks në faktin që ai bashkërendon dhe jeton me njerëz. Kështu që të kuptuarit dhe të edukuarit është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që patjetër kjo ka nevojë që të flitet edhe në mosha shumë më të hershme. Unë doja të pyesja në fakt në momentin që dikush lë duhanin, sa kohë duhet trupit të rikuperohet, a ndryshon kjo në varësi të moshës, në sasinë e cigareve që pi, në kozgjatjen që ti ke pirë cigare gjatë jetës? Patjetër, kjo ka ndikim shumë sidomos në kozgjatjen që ti e ke pirë. Pra nuk është e njëjta situatë, ne nuk presim një përmirësim tek një person që ka pirë 40 vjet cigare. Presim një stopim të dëmeve, por nuk presim një përmirësim. Ne nuk mund ta kthejmë më mbrapsht atë që është dëmtuar. Sigurisht dëmtimit e rrugëve të frymëmarrjes janë dëmtime që për persona që kanë pirë një sasi të caktuar cigaresh, po për një periudhë goxha të gjatë, janë të pakëthyeshme. Fatkeqësisht janë të pakëthyeshme. Lënia e cigares mund thjesht të stopojë dhe të ndalojë aty pasojat ose dëmtimet që po shkakton brenda organizmit tonë, si në sistemin e frymëmarrjes, si në sistemet e tjera. Kështu që patjetër që ne nuk presim kur dëmtimet janë të pakëthyeshme, fatkeqësisht ne nuk presim ndryshime. Presim vetëm një ndalim të dëmtimit në nivelin që është dhe në atë nivel ne dëshirojmë që të vazhdojmë ta mirëmbajmë organizmin. Nuk është e njëjta gjë për një person që ka pirë më pak, ka pirë në ditë të caktuara, nuk ka qenë sistematik në atë situatë, ka qenë në periudha shumë të shkurtra, është rikthyer, ka lënë, është rikthyer. Pra, këto janë situata që ka nevojë për diskutim dhe ka nevojë të vlerësohen nga mjeku në nivelin e dëmtimit që ka ndodhur. Sigurisht që një person që anatomikisht i ka këto tuba më të ngushtë, dëmtimi është më i madh se sa një person që mund të ketë pirë edhe 20 vite më shumë. Kështu që duhen parë të gjitha dhe duhen vlerësuar të gjitha aspektet deri në çfarë faze është dëmtimi së pari dhe së dyti, nëse pritshmëritë tona janë që situata të rikthehet, kur këto duhanpirës kanë qenë jo të rregullt, pra në periudha të shkurtra dhe janë rikthyer në jetën e shëndetshme. Dhe duhet parë nëse dëmtimi është definitiv dhe ne pritshmëritë tona janë thjesht të mirëmbajmë dhe të lëmë dëmin deri në fazën që është për të mos kaluar në hapin tjetër që mund të jetë fatal.